Një gotë verë në ditë ose her pas here, edhe kur janë në pritje të ëmbël. Ka ginekolog, sidomos francez dhe italian, të cilët e rekomandojnë një gotë verë të kuqe pas 3 mujorit parë, që është pjesa e formimit, sepse presupozojnë që ndihmon tek anemia, dhe është fakt kjo. Por nuk ka një mas për alkoolin. Efekti negativ i alkoolit mundet që t'jetë shumë i madh edhe brenda një gote. Pra ka njerëz që pi një gotë dhe daldisin. Ka njerëz që pi një shishe, disa shishe dhe... Kështu që ne nuk e dim se si do të reagoj bebi ndaj alkoolit. Dhe shumica e ginekologëve e reduktojnë këtë. Anglezë dhe amerikanët janë në mënyrë absolute jo alkoolit. Unë mendoj që është edhe çështja e kulturës pak, sepse ato mund të abuzojnë dhe më mirë thonë jo që të mos... Pra është çdo gjë pjesë nuk është vetëm e izoluar. E së tërës, po. Gjithsesi, studimet nuk kanë referuar një dozë të caktuar. Nuk ka një dozë të caktuar që po që se merr një gotë alkool, patjetër do ndodh kjo pasojë. Ka plot njerëz që mund ta marrin, gishtë e pirë nga dalë, me ushqim, jo me stomak bosh, që t'i lërë kohë trupit që ta metabolizoj. Nuk po e rekomandoj. Absolutisht. As po e normalizoj. Jo, nuk po e normalizoj. Po shpjegoj faktet. Që nëse është si puna e cigarës që s'mund t'a lë, mund të merret her pas here në sasi minimale, e pirë nga dalë, në mënyrë që t'i jepet kohë dhe e shoqëruar me ushqim.